Po, edhe në zgjedhjet e shkurtit të vitit kaluar, po edhe në zgjedhjet e 28 dhjetorit, ka pas mjaftueshëm hapësirë për me gjetë zgjidhje për krizat politike që kanë karakterizuar Kosovën, mirë, po nuk ka pas një vullnet politik për të gjetë zgjidhje. Në situatën e re, kur prap na pret një skem krize, e cila vjen në fund të shkurtit, fillim marsit, kur është edhe afati kur duhet të kemi presidentin apo presidenten e re të vendit, në një situatë të cilën jemi, realisht pushteti nuk i ka numrat e mjaftueshëm për të zgjedhur një president nga radhët e veta. Dhe i duhet mbështetja një subjektit opozitar apo edhe një partneri qeverisës. A mund ta gjesh mbështetje pra ty që se të arrihen pra për ashtu i bie nëse shkohet në zgjedhje është synimi pra kurti nëse do të fitoj 2/3, pra për mos pas asnjë problem. Një gjë e tillë pra është thuajse praktikisht e paarritshme në Kosovë. Unë nuk mendoj që zotin Kurti as 50% e kënaqen, sepse synimet e tij janë përtej qeverisëse. Dhe kjo situatë pak konflikson në kuptimin që çka po don ai prej qytetarëve të Kosovës apo prej votuesit kosovar. Apo don me qeverisë Kosovën, apo don me sundu Kosovën. Nëse don me qeverisë Kosovën, atëherë 50% janë mjaftueshëm për të ndërtuar një qeveri e cila do t'i prodhojë disa politika për 4 vjetarshme. Problemi është me sundu në Kosovë. Po unë në kushtetutën e Kosovës apo rregullat që kemi ndërtu këtu është e pamundshme një dominim i tillë, sepse derisa po as qytetarët na nuk është durojnë për të me sundu. Mirë, mja është rrezullumin shumë, po flas në terma të tjerë, pra se ne shohim pra ka historia na mëson që qytetarët nganjëherë duke menduar që po bëjnë mirë, kanë ditë me bo dhe gabime që për dekodat tona shoqënitë e caktuara s'kan arrit me riparu. Mirë po, na nuk jemi në atë situatë ekstreme. E kena një sociolog çdo që na shpjegon pak që etnopsikologjinë e besoj që profesori e din që nga njerë shoqënitë duke menduar që po bojnë mirë kanë bo gabime, apo jo? Shoqënitë po, shqiptarët e bojnë, pra, kosovarët e bojnë. Tu nis pe se kam lindë të mprit. Po krye profesor tani do e lidh zotin Bugashi. Unë po them që këto, domethënë, ndërskomsa po i quaj, po identifikoj si kurthe, si këto ndërskomsa, këto ja lejon kushtetuta aktuale, dhe këtu tash ka manipulime, këtu bën nga përvoja e mëhershme jemi dëshmitar të pazareve që janë bërë. Ne e ministeritë e kaluara që presidenti është caktuar edhe në për skuta, në për kulore, në për, domethënë, tashti është një tjetër gjendje, një tjetër situatë, ku unë mendoj që fakti dhe akti që vetëvendosja i ka fitu sa i ka fitu, e ka mundësin me dëshmu edhe tolerancën, po njëkohësisht me dëshmu edhe në kuptimin sociologjik. Besoj po pajtojmë që Qelsi është te pushteti.